O yje! Nuk e kam për ata lartë, por e kam për këta që kanë ditur të jenë në treg që pas dalis nga Big Brother, dhe kjo në gojtë Miletit do t'jetë e specifikuar dhe për të treguar, për të ndarë mendime dhe për të ndarë një sondazh këtë çift ka ende mbështetje maksimale të publikut, kush janë lajme të reja nga banorët e edicionit të Big Brother, për jo vetëm, por fillimisht dua të ndaj një lajm për ju që nuk i ndiqni në rrjetet sociale Sara Gjordenin dhe Bardhin, edhe pse dyshoj që nuk e keni marrë vesh lajmin që çifti do të bekohet nga Zoti për të dytën herë me një vajzë. Besoj që është një lloj sinjali kjo, edhe për ta lidhur me situatat që çifti ka kaluar në Big Brother, që janë të pashmangshme të mos shkosh në atë Big Brother ku një grua, një femër si Sara u gjënjëzua në komente, u gjënjëzua nga publiku, e ndërkohë e ka ndryshuar 360 gradë të gjithë qasjen e një audience që deri dje e gjuante kur ishte brenda Big Brother, edhe sot e shikon, e suporton, le të themi me një lloj kënaqësie tani më ku e shikon Sarën edhe si moderatore të shizën to. Pra koha është ilaçi çdo gjë, dhe ky është rasti dhe specifika më e mirë për ta marrë si shembull dhe për ta parë si një lloj reflektimi edhe të atyre që do të hyjnë në edicionet e ardhshme të Big Brother, por duke mbetur tek Sara dhe Bardhi, që padyshim urimet e të gjithëve kanë nisur në rrjetet sociale, i uroj në mas çiftin, por besoj që është, siç e përmenda, që në hyrje të fjalisë një lloj bekimi nga Zoti, me një lloj misioni të veçantë për një grua, për një femër si Sara, që din të jetë në ujërat e dur, suportuese ndaj femrës dhe suportuese aty ku duhet, për të kaluar tek një tjetër zhvillim që padyshim e kemi ndjekur, e kemi parë, i kemi komentuar për çiftet e Big Brother. Dy janë çiftet që kanë dalë nga edicioni 5 i Big Brother Albania, Brikena dhe Matteo, edhe Selin dhe Gimbo. Dy të parët i shikojmë çdo ditë në ekran, pasi janë pjesë e Top Arenës, edhe më shumë Matteo është pjesë e shizën topi si antar jurie, ku shikoj një qasje pozitive, kritikuese ndaj vajzave për t'u lënë një suport, e nga ana tjetër në rolin e tij si moderator tek Top Arena, padyshim që ai ka të gjithë mbështetjen, është një nga personazhet që vijon ende të ketë fanbase-in e madh mbështetës ndaj vetes. Kjo reflektohet edhe në një sondazh që unë kam bërë duke pyetur se kush është çifti on top deri më tani, ku kanë vënë përballë 3 çifte. Edhe çiftin e tretë që kanë vënë përballë është i Big Brother Kosova, që në mënyrë të çuditshme u bën çift Klodi dhe Eliona, që padyshim, siç e kam përmendur edhe përgjatë rrugtimit të tyre, Brikena dhe Matteo deri më tani në një sondazh që ka në Instagram deri në 7 orë kanë marrë mbi 2000 vota Brikena dhe Matteo, tek 500 vota është Selin dhe Gimbo, dhe tek 200 vota është Eliona dhe Klodi. Kjo një herë tjetër tregon atë qasjen apo sa besnik janë djegësit dhe suportuesit e çiftit, edhe pse janë futur në një lloj drame, në një lloj situate që padyshim i ka shërbyer pozicionit ku ata janë të dy në Top Arena. E kanë fjalën për Brikenën dhe për Mateun, të dy moderatorë që e kanë kthyer sigurisht në ndërtimin e Manushit Top Arenën më shumë në pjesën e showbizit për të konsumuar çiftin dhe për të bërë lajm me çdo ngjarje, që nga ribashkimi i tyre, që nga kërcimi, që nga kënga dedikim që Mateo, siç e përmenda, që kishte dashur që pas daljes nga Big Brother për të realizuar një projekt. Isha i pari që e ndava me ju lajmin që është në ujëra për të krijuar një këngë, edhe të gjithë narrativa që e ka udhëhequr këtë dyshe çift deri më tani është padyshim e asaj që është në kuadrin e një Big Brotheri të dytë, me një lloj drame, me një lloj, le të themi, strategjie që po ndiqet, edhe pse është hashiqari e shikuar edhe e kuptuar
që ka diçka që nuk po shkon edhe ka diçka që nuk po shkon edhe me klikimet e emisionit nëse i vën re ka një lloj zbeje, kjo do thotë që edhe konsumi i tepërt i këtij raporti ndoshta mund ta ketë lodhur audiencën, nuk e kanë për ata fansat dhe ndjekësit e tyre besnik se ata do t'i shikojnë, do t'i komentojnë, do t'i japin like, do t'i japin share, do t'jenë aty gjithmonë duke i suportuar, duke i surprizuar, por po flas për audiencën e madhe se Top Arena nuk i drejtohet vetëm audiencës që ka mbështetës Brikenën dhe Mateon, por i drejtohet një audiencë më të madhe ku thelb ka sporti, po që më shumë po bëhet kjo ana e një Big Brother të dytë me dy personazhe kryesor, Brikena dhe Mateo, dhe duke kaluar tek çifti tjetër, tek Selin dhe Gimbo, ky i fundit ka treguar për ndjekësit që do të vijë në bashkëpunim me një nga artistet që është rritur me muzikën e saj, por që edhe është aktuale në tregun muzikor, befasi do të jetë se në çfarë forme e ka punuar këngën. Më lëni të kujtoj që Gimbo ka punuar edhe 5 këngë që i ka nxjerr EP me Gjestin, pra që pas daljes nga Big Brother ka qenë teti angazhuar dhe jo më pak në raportin dhe në lidhjen me Selin, që po hir të së vërtetës për t'u treguar gjithmonë transparent për atë që unë shikoj dhe për atë që shfaqin, ka një vërtetësi më të madhe në krahasim me çiftet e tjera, ka një lloj lirshmërie dhe nuk e kanë atë tendencën për ta shitur raportin e tyre, për ta bërë si një lloj konsumi të portaleve apo edhe të kësaj mbijetese që me sa duket është bërë shumë e thejpisur në këtë malin që sa më shumë t'i ngjitesh, aq më shumë duhet të ngërmosh nga vetja për ta dhënë tek audienca dhe kjo të kthehet si një lloj benefiti pastaj financiar edhe për të qëndruar në këtë tregun që sa vjen dhe bëhet i vështirë me personazhe që lindin çdo vit në formatet Big Brother, por edhe në formate të tjera, por Big Brother i ka të epicendrën dhe ka të gjithë fokusin maksimal. Duke ndarë edhe një tjetër qasje, e shikoj që Selin nuk bën shumë zhurmë, nuk është shumë, le të themi, e kudo gjendur në për emisione apo edhe në intervista apo të qofte edhe në rrjete sociale, po bën ato bashkëpunimet e saj që janë të zakonshme për personazhet që dalin nga Big Brother për t'u drejtuar një audiencë që janë të lidhura më shumë me produkte kozmetike apo edhe me, le të themi, me shërbime që i duhen njerëzve dhe ku më mirë që të influencojnë këto marka nga personazhet që dalin nga Big Brother, por shtatori është ai që do t'i sheshoj më shumë ngjarjet dhe situatat dhe ecurinë e banorëve që e kanë një vend tek audienca, e kanë një vend tek publiku dhe me një lloj, le të themi, kërshërie presin të shikojnë të stabilizuar me emisionet e tyre apo qofte edhe me këtë lifestyle-in që e ndajnë në rrjete sociale. Fitoria kryesore e tyre personazheve që dalin nga formati Big Brother përpos famës për mua që është thelbësore dhe që le të themi eskalit personazhin në pikat që ai duhet të qëndrojë në atë kostumin e tij dhe të mos dalë nga kostumi i tij është thjeshtësia të jetë me këmbë në tokë dhe shikoj padyshim që në këto ujëra është në këtë grupin e madh të personazheve duke u mbetur tek fituesja, tek Selin, është me këmbë në tokë, e shikoj shumë të afërt me njerëzit, e shikoj shumë të afërt edhe me ata që e kanë mbështetur, me ata që e komentojnë, me ata që le të themi e kanë ndjekur ecurinë e saj në Big Brother edhe post Big Brotherit në lidhje me raportin me Gimbon, ka gjithmonë kuriozitet, komentohet në për emisione qofte edhe në Kosovë ku edhe Selin shkon shpesh në fshatin e Gimbos, viziton vendin atje, pra e ka një jetë, le të themi, shumë të hapur për audiencën dhe kjo tregon edhe një herë tjetër që personazhet, sipas mendimit tim, që janë më në këmbë në tokë, që janë më afër qasjes reale dhe të mos jetojnë një lloj fasade edhe një lloj deliri që vjen një moment të kputet edhe ti nuk ke fituar asgjë dhe i bie murit me kokë, sesa të trillosh situata apo ta mbarvash ato që ti ke marrë apo i ke dhënë Big Brotherit me situata që ndoshta nuk të peshojnë në një moment tjetër, mund të jenë momentale, por momenti në ekran nuk duhet të mendohet vetëm në pikën kur ti je,
por edhe çfarë ka next. Puna për Big Brotherin e ardhshëm ka nisur dhe padyshim do të jetë së shpejti në ekranin e Top Channel, po do doja të dija dhe mendimin tuaj si i keni parë deri më tani këto situata, sidomos të personazhëve që janë aktiv, të çiftit Matteo dhe Brikena, kjo teledrama që e kanë servirur në Top Arena, a ju shërben edhe më shumë për ata që duhet të jenë pjesë e ekranit, apo i ka penalizuar që besoj edhe publiku mund të jetë lodhur me këtë lloj qasje apo dhe me këtë lloj përdorimi të një lloj çiftëzimi që publiku është i tengopur edhe nga telenovelat, edhe nga një lloj konsumi vet i përditshëm, edhe do diçka reale, do diçka le themi që të ushqej shpirtin siç i ka ushqyer për 3 muaj Mimoza Ahmeti me filozofinë e saj, me qasjen e saj, me një lloj performance që asaj t'i buronte dhe e ma gjepste publiku në formën e saj. A duhet të ndryshoj kjo taktik edhe të programeve që përdorin vetëm këtë thelbin e çiftit që e vën në epiqendër të çfarëdo lloj gjëje? Kemi parë dhe çifte të tjera që kanë qëndruar në të njëjta ujëra dhe rruga e tyre nuk ka qenë shumë e gjatë, ka qenë e shkurtër dhe mos themi që janë ndarë edhe kanë shkputur çdo kontakt me njëri tjetrin, për qoftë edhe me audiencën e madhe, dhe kë preferoni ju tani më kur Big Brother ka disa muaj që ka mbaruar dhe padyshim këmbështesni në këtë arenën e ekranit. Do doja realisht të dija mendimet tuaja, duke mos harruar edhe t'i bëni subscribe kanalit ton Koha Jo në YouTube.